Luizan, ky e ti. Po po unë nuk e baj me ma ditë ti mëj, po unë po ta baj retorike kot. Jo, kur s'të konvenan ty, kur s'të konvenan ty të mbyll, kur s'të konvenan. Se me të konvenu të e vazhdan, kur s'të konvenan e mbyll. Motër, lufto për shku të Gogla të numrat e ftoft. Se Selini njef numrat e ftoft aty të bingoja, edhe ke me shku aty mren, deri në fund pasaj që do delsh automatikisht, ke ku me shku. Pse shpifti? Pse të kam sun me shpift, thot ajo? Ashtu, Brikena me ndonë që shdo gjënë sot nga një mashku, zi pas Brikenes. Okej. Po ta di una? Pra, Brikena është me mendim maskilist. Qa është? Po, pa që meshkujt e kontrollojnë. Mentaliteti i saj është maskiliste, ka tregu. Po pra, se thotë unë do mill, këtë do mill, këtë do rrinë shpi. Ka tregu gjitha që ajo është maskiliste. Okej. Të gjitha gjanat i ka tregu. Sa sa i djegë, së shfajim. Personin më maskilist mu. Po pa tjetër. Fanatik, maskilist, patriarkal. Atë loj mentaliteti pëlqen asaj pëlqen kjo mentalitet. Dhe kjo i përcjell këtu, me ato vlerat tradicionale që si e. Ti vetëm kur shikon ti tradicionale nuk je, vetëm me shikimin që bërë. Si e tradicionale ti. Ti jo ke shit një publiku që pa tjetër ke që ne aftja shesësh. Po që ti e tradicionale, dashur nuk e asgjë të bësh me tradicionalen ti. Harroje, zemër mirë që përmen, kjo e kemi gjithë zemërën e mirë. Jo, këtë bësh ti. Të gjithë zemërën e mirë, këto e kemi. Se kemi arë këtu sepse shuhemi për ca vlera. Në regull, që që fakti që ti ke këtë dëshirën e madhe. Cilat janë vlera që ke tregu ti këtu mrena? Si që shfrytëzove dje situatën. Cilat janë vlera që ke tregu ti këtu mrena? Ti e shfrytëzove situatën. Unë po ndihem keq sepse ajo është e mërzitur. Po ajo ke e mërzitur prej fjalëve t'juja, prej ofendimeve t'juja që ja keni boksa i vajze. Për këtë gjë ke e mërzitur. Moj viktim, që dënë me u viktimizu çdo ditë. O Juela, nuk të ecën viktimizimi, se ka kuptu edhe publiku. Dje u mundohme me shpif gjana për mu, por nuk të ecin as shpifjet. Nuk të ecin as shpifjet. Nisja edhe ka dho vetën si Juela, si në fillim, që ke ka dhu më shumë vlera në fillim. Se tash po ka dhënë anti-vlera, tash vlera nuk je të tregu e dashur. Tash shkon dhe shpif gjana. Pa meno shkon shpif gjana për mu, që ke nejt me mu, si shoqe, shkon shpif gjana që mu mund të më pëlqejnë femrat. Ti e shpif se dashur. Ti ndronë edhe fjallë, edhe fjallë ti ndronë. Për çfarë janë shpifse? Për çfarë kam shpif? E dim me ti, s'kam nevoj me ta thonë unë. S'kam nevoj me ta thonë unë. Po të djegë s'kam nevoj me ta sek, pse jem. S'ke nevoj ti të thush shpif. Ti mund të thuash jo, nuk është ashtu. Jo shpif. A vash Brikena, mos bim provokime. Përdor fjalët e duhura, dashur. Jo shpif. Ti mund të mohosh. Jo, nuk është ashtu. Ka shumë e thjesht. Ky është mendimi im. Nuk më bën mu, nuk të bën ty as më të lartë në qoftë se më thua mu që po shpif. Ti e ke përdor shpifjen në këtë Jo, ti i thu këto mendime për mu munu me mull mu e dashur, po mu nuk mull dot. Kur ti flet me Rogetin, atër të pëlqen Rogeti. Ky është mentaliteti jotë, që po për një vajzë në ta kri me një mashkull, ti Selinin, nuk e ke sulmu kur se s'ke dashur, ke pas frik ta sulmosh. Nuk e ke dashur kundërshtare, sepse ti e di shumë se Selin është më e fortë se ti. Është e lehtë, pra të ka leverdis ty kundërshtarin më të fortë ta mbash shoqe. Dhe ma ke thënë mua personalisht që mua më leverdis dhe duhet ta mbaj mirë me Selin. Dhe nuk duhet të sulmoj mirin. Nuk e di ti këto plane në kokën tënde, si i ke bërë. Por ma ke thënë